Është inauguruar në balkonin e leqeve të Hotit memoriali Bashkia Malësi e Madhe, thesar natyror poetik i botës për vitin 2026, titulli akorduar nga Universiteti i Teksasit në Dallas, SBA. Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe Tonin Marinaj në fjalën e tij tha se ky vlerësim ndërkombëtar është një nder i veçantë për të gjithë banorët e Malësisë së Madhe dhe një motiv më shumë për ruajtjen dhe promovimin e këtyre vlerave për brezat e ardhshëm. Ky çmim që më jepet nga Universiteti i Dallasit në Teksas, një nga universitetet më të mira të SBA-s, i jepet Malësisë së Madhe, i jepet njerëzve. Jo mua, pavarësisht se përfitues mbetem unë në cilësinë e kryetarit të Bashkisë Malësisë së Madhe. Unë jam shumë i vlerësuar, pikërisht se vjen nga një shtet që Shqipëria dhe Malësia e Madhe janë të lidhur me zemër me SBA-n, ose mund të them është shteti i cili ka ndihmuar shqiptarët edhe për të formuar si shtet, por njëkohësisht vazhdon edhe në shtet edhe sot. Komuniteti jonë në SBA është një komunitet i madh, ku gjithë cili prej nesh dikush ka djalin, dikush kushrin, dikush vllajin, dikush motrën, dhe realisht po punojnë, po shkollohen edhe po bëjnë gjëra të mrekullueshme edhe për SBA-n, po njëkohësisht edhe për ne. Në këtë rast, edhe herë duhet të falenderoj bordin e universitetit, të cilën zgjodhen Malësinë e Madhe, pasi sa rekomandive të disa universiteteve shqiptare dhe ndërkombëtare, të shpahen Malësinë e Madhe me këtë çmim të madh. Kjo ceremoni shënon një moment të rëndësishëm për Malësinë e Madhe, duke vlerësuar dhe promovuar pasuritë e saj të rralla natyrore, kulturore dhe shpirtërore.